Rritja është militante, militantizmi. Pra, u aktivizua gjithë militantizmi, edhe këtu është perceptohet, shpeshherë është perceptuar rritje, edhe gjatë kohës Lul Bashës, për shumë. Më mlodhen shumë njerëz në shesh, po nuk mund ta zgjidhësh vetëm me militant këtë punë. As vetëm me antarë Partisë Demokratike ose të një partie. Pra ti duhet të krijosh frymën për të ndryshuar. Dhe për sa kohë ti i referohesh figurave të vjetra, nuk ke shanse që të... Mos harroni gjë që në Kosovë është një perceptim që Albin Kurti është njëri i ndershëm. Dhe nuk është vetëm perceptim, është edhe një lloj vërtetësie. Sa të ngjashëm dhe nuk është pak të kesh një kryeminist të ndershëm, nuk është gjithçka, them unë. Por nuk është pak. Në një vend ku, në një rajon ku gjithë po përfliten për korrupsion të niveleve të lartë. Ndaj fitoi Albin. A ngjajnë dhe nëse po ku ngjajnë Rama me Kurtin, sepse ku ndryshojnë besoj ke shumë për të thënë. Ngjajnë. Nuk mund të them. Nuk shoh ngjashmëri përveç faktit që të dy janë këngulës. Pjesën tjetër nuk. Po ta shohësh nga pikpamja e përgatitjes, Kurti është jashtëzakonisht i përgatitur. Kurti është njeri që e njeh të majtën me themel. Rama nuk e njeh fare të majtën. Rama s'di që është e majta. Madje Rama do ishte ide për një parti djathtë, të ekstremit djathtë. Ka devijuar shumë nga filozofia. Kurse Albini, cila është e keqja e Albinit? E keqja e Albinit është se Kosova është një vend që duhet patjetër të zhvillohet. Dhe përveç ndihmës sociale, përveç parave në fund të vitit, parave studentëve etj, kërkohen edhe investime të mëdha, të cilët deri tani nuk i ka bërë fakt. Po pse nuk i thith dot? Nga qasja e gabuar me ndërkombëtarët apo jo vetëm? Jo vetëm. Edhe nga situata në rajon etj. Se Albini nuk ka qasje të gabuar me ndërkombëtarët. Se Albini nuk është... Ka një lloj kokëforcie ndoshta? Ka një lloj kokëforcie se vetëm rrugë për ta mbajtur Kosovën është larg pamës Albini, mos harro tani. Po mirë, po. Sikur përballë SBA-ve për shembull është pak nuk ç'është SBA, nëse tërhiqen SBA-t. Pastaj ai qëndroi deri në fund në... Thuhet që duke qenë se i mbaron mandati presidentes Osmani, sot po lexoja për shembull nga media në Kosovë që është arritur një marrëveshje që nuk është thënë për momentin mes Kurtit dhe Osmanit, pasi kryeministri i Kosovës do ta ripropozoi kandidaturën e saj për presidente. Jo, marrëveshja midis Kurtit dhe Osmanit është te kollajt për tu arritur. Problemi është tani nëse partitë e opozitës do bëjnë sërish gabimin që bën. Që të mos e pranojnë kandidaturën e Kurtit. Mendoj që do jetë vdekje prurse për to. Si e shihni ju rikandidimin e Osmanit? Si e vlerësoni si presidente deri më tani? Vlerësoj. Ka një qasje shumë serioze politike. Ka vlerësuar dhe Rama kohët e fundit. Ka një marrëdhënie të jashtëzakonshme me ndërkombëtarët, jo si Rama. Jo kështu me AU, po për shoh. Është shumë e shtruar. Është femër, fundit është një gjë e rëndësishme që presidenti i Kosovës është femër. Po mirë, ka pas dhe herë tjetër Kosova. Ka pas, prapë e rëndësishme ka qenë, edhe kur kanë qenë. Dhe mendoj që i bën mirë edhe një mandat Kosovës, ta ketë presidente. Ndërkohë duket se kanë mbetur pezull gjërat për shembull në raport me Kosovën dhe Serbinë për shkak të zhvillimeve të tjera, por para 2 ditësh për shembull një media në Zvicër publikoi detaje të rëndësishme duke thënë se negociatat vazhdojnë, madje është bërë një takim i fshet negociatorësh në Zvicër. Nga ana tjetër, Vučić nuk është se e ka mirë situatën në vendin e tij, u shpallën zgjedhjet e reja që do të bëhen këtë vit.
Ndërkohë protestat e mbërthyen ai sa u dorëzua. Problemi se në qastin ai Kosovës nuk mendoj që ka një Vučić më të mirë. Njësoj janë Vučićet në Serbi. Ky është problemi. E gjitha varet nga politika globale. E gjitha varet nga ajo që folëm që në fillim, pra, nga i pakti. Nëse pakti është që ti rrim punëton dhe toj me Evropa, edhe Vučić nuk ka interesa. Madje njeriu që do ishte interesuar që ta zgjidhte këtë problem shumë shpejt ishte Vučić. Pasi ky problem i sjell në Serbi sjell shumë kosto. Prandaj them që me Albinin mendoj që ne do jemi interesat shqiptare do jenë më të mbrojtura. Albini nuk bën kompromise të vogla. Nuk do të doja të besoja që nuk bën fare kompromis. Deri tani në fakt mendoj që nuk ka bë kompromise gabuara, por po të mos bënte fare, pastaj i bie që të hyjmë luftë, dhe luftë na intereson. Është përzitur Rama nga fitoria e Kurtit? Natyrisht, besoj po. Besoj po, Rama nuk duron njerëz që ti bëjnë hije. Dhe Kurti është tjetër kategori. Është i ditur, është i vendosur, nuk ka asnjë lloj kompleksi. Rënia e Vučićit në Beograd, çfarë do thotë për Ramën në Tiranë? Po të gjithë leadershipet në rajon janë të lidhura me enë komunikuese me njëri tjetrin. Po ta shohësh edhe rënja e Vučićit i prish punë edhe rënjës edhe Maqedonisë, edhe atij leadershipit që ka dalë tani, pavarësisht se duket i ri ai, po është më keq se ato të vjetrit. Kështu që siç i prishi punë edhe Vučićit rënja e këtij në Maltezi, Gjukanović. Pra, leadershipi i vjetër duhet të ndryshojë tani. Vetmi vend ku s'ka ndryshuar leadershipi është për një kohë të gjatë është Shqipëria dhe Beogradi. Prandaj them që ka një farë lidhje, ndoshta jo të drejtë për drejtë, por me deduksion me njëri tjetrin. Për shtetet. Tani për në fund, do doja që shkurtimisht për shembull të më jepje një lloj projeksioni apo pritshmëria apo parashikimit tënd për 2026-ën këtu tek ne. Me politikën në qendër sigurisht. Po mendoj që në qendër tani do jetë prokuroria speciale. Edhe këtë vit pak. Do ketë ngjarje shumë të rënda dhe shumë komprometuese për kryeministin shqiptar. Përgjimet që janë kapur në ditët e fundit, në muajin dhjetor, duket, janë shumë signifikative. Dhe nëse ato do hapen të gjitha, unë shpresoj që të hapen të gjitha, në mënyrë që ti vjet një herë e mirë. Se një plag nuk shërohet nëse nuk e hek të gjithë keqen nga. Kështu që mendoj që kjo do jetë edhe por pa rrëzuar status quo? Nëse hapen ato, bie status quo. Mendoj që Spaku nuk do bëj rotacionin, po Spaku do ta detyroj qytetarët dalin në rrugë. Do të detyroj Spak? Po. Ne do shohim shqiptarët në rrugë tani, mendoni ju? Po, mendoj po. Me çfarë pritet që të ndodhi dhe pritet që të hapen dosje dhe përgjime. Para fund vitit, për shembull, ajo për shkak të ujit pishëm në Vlorë, ishte diçka e vogël në numër si protest, po ndoshta kështu mund të nisë spontanisht dhe nga probleme lokale? Po gjithmonë nga Vlora kanë filluar gjërat. Po. Kështu që unë falenderoj shumë që të kisha në studio.
Faleminderit ju. Faleminderit të nderuar miq që na ndoqët, pa shoq rikthehet